Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi përsëri së bashku drejt për së drejti nga stadiumi Loro Borishi i Shkodrës. Pjesa e parë e supersfidës Vllaznia Malisheva mbyllet në barazim 1-1. Të parë shënojnë miqt nga Kosova dhe barazon Kindi Çato për Vllaznin. Erion Allaraj, gazetar sportiv i Panorama Sport, është duke ndjekur këtë ndeshje. Një opinion për pjesën e parë, Erion? Faktikisht marrë sa pash Vllaznia është më kërkuese. Goli ndoshta sikur e vuri pak në gjumë Malishevën, ndërsa Vllaznia për asnjë moment nuk u dorëzua duke kërkuar atë që arriti ta bënte. Nuk e di sa do të zgjasë kjo kërkesa që ka Vllaznia në pjesën e dytë, sepse duke parë gjendjen fizike të skuadrës që natyrisht shkon në rënje dhe alternativat e pakta që kanë në stol, mendoj se mund të ndikojnë. Nga ana tjetër është një Malishev që vjen me 12 lojtarë në stol, krahas 11 lojtarëve që po luajnë. Janë lojtarë që e njohin ekipin, e njohin njëri tjetrin, pavarësisht se ka pasur ndryshime në merkato. Pjesa e parë mendoj se Vllaznia nuk mund të bënte më mirë se kaq, duke parë edhe kontingjentin që ka. Shpresoj që ta vazhdoj edhe në pjesën e dytë me këtë ritëm, megjithëse dyshoj shumë në gjendjen fizike të lojtarëve. Besimi i golit aq shpejt, mendoni se i dha një goditje psikologjike Kuçebluve? Më shumë se goditje psikologjike Kuçebluve, mendoj se vuri pak në gjumë Malisheva, sepse nga momenti i golit Vllaznia ishte më kërkuese, kishte 2-3 raste të pastra për gol para se të barazonte Çato me një goditje fantastike, ndërsa Malisheva u duk sikur po kënaqej me atë golin dhe kaloi në administrim të ndeshjes. Por është në ndeshje në nivel të tillë ku luan në Ligën e Konferencës, është e pamundur që të menaxhosh rezultatin për 87 minuta. Kështu që mendoj se goli e vrau pak. Diçka për blerjet e reja që janë fushë sot, me sa shikoj duket se Rok Toma po bën mirë në repartin e sulmit. Është padyshim lojtari më inspirator, dha një asist fantastik, krijoi 2-3 raste të tjera. Musta pastaj është një lojtar që e njeh shumë mirë kampionatin shqiptar. Mendoj se Vllaznin do ta kishin ndihmuar shumë edhe aprimet e tjera që nuk arritën të federohen në kohë. Shpresojmë që ta arrit ta kaloj këtë ndeshje Vllaznia dhe në ndeshjen e turit të dytë të ketë një grup më të plotë. Si shikon pjesën e dytë? Do të ketë ndryshim të shifrave për Vllaznin apo për Malishevën? Siç e thash edhe fillim, nuk e di sa do e vras Vllaznin gjendja fizike e skuadrës. Skuadra është pa një përgatitje të mirëfillt, vjen nga një fazë përgatitore ku edhe pas fazës disa lojtarë janë larguar, siç është Kallaku apo Pols, ka lojtarë të tjerë që janë afruar Ishtazi, por nuk janë federuar për skuadrën dhe trajnerit Martini mungojnë alternativa. Trajneri Martini mund të bëjë një ose dy zëvendësime, por do fus lojtar pa eksperiencë, që nuk kanë eksperiencë në kampionatin shqiptar, jo më në Ligën e Konferencës. Kjo mendoj që mund ta penalizojë Vllaznin, ndërsa nga ana tjetër Malisheva ka një ekip më të plotë. Shpresoj që barazimi të jetë rezultati më i mirë që mund të arrijë. Kush e kalon turin? Me gjendjen fizike dhe me gjendjen aktuale të dyja skuadrave them se Malisheva. Malisheva. Në këto kushte që janë të dyja skuadra them se Malisheva e ka gjetur kjo ndeshje e parë pak më gati se sa Vllaznin. E them, Vllaznin po e penalizojnë shumë mungesa e këtyre lojtarëve që janë në tribunë, për cilët është investuar në merkaton e verës, por probleme burokratike që nuk kanë arritur të federohen dhe shpresoj shumë mos ndikojnë në ekip. Ishim me Erion Allaraj, një gazetar i përvojës në sportin shqiptar aktualisht, në shumë media, por aktualisht në Panorama Sport, por edhe pjesë e stafeve të disa klubeve të Shqipërisë, e Kukësit. Tani jam në klubin e Kukësit. Por edhe i Tiranës, me sa më mendon, por tifozët shkodran me atë parashikim që dhat ju që këtu mund ta kaloj Malisheva, mund të jenë. Jam i bindur se tifozët shkodran janë më shumë mërzitur me gjendjen e skuadrës se sa mund të jenë me një deklaratë, sepse realisht të vjen kesh kur sheh një Vllazni që ishte deri në momentet e fundit për titull kampion, një Vllazni që hiqte titullar dhe fuste lojtar nga stoli me të njëjtin nivel dhe tani përfundon në një Vllazni që ka në stol 4 lojtarë të cilët janë nga 18 vjeç dhe nuk kanë eksperiencë me Vllaznin. Besoj se edhe tifozët shkodran janë të mërzitur për situatën ku është klubi. Faleminderit. Faleminderit. Respekt.